Ngushtica e Ormuzit është mbyllur dhe çmimet e energjisë tashmë po e ndjejnë këtë. Megjithatë, Brukseli thotë se e ka zgjidhjen për t'i dhënë fund kësaj varësie. Në dhjetor 2025, Brukseli miratoi paketën e rjeteve të Bashkimit Evropian, apo reformën më ambicioze të infrastrukturës energjetike në historinë e Evropës. Paketa përfshin 1.2 trilion euro investime në rjete deri në vitin 2040, mbi 500 gigawatt kapacitete të reja nga burime të rinovueshme dhe 8 korridore strategjike energjetike që lidhin bllokun nga Baltiku deri në Iberi. Logjika është e thjeshtë. Sa më shumë energji të prodhojë Evropa vetë nga era, dielli apo hidroenergjetika, aq më pak naftë dhe gaz do të duhet të importojnë nga jashtë. Rjetet janë boshti që e bëjnë këtë të mundur. Aktualisht, rjetet e energjisë elektrike në Evropë janë të fragmentuara. Një treprice e energjisë diellore në Spanjë nuk mund të rrjedhë lehtë drejt Gjermanisë, ndërsa rritja e energjisë së erës në Baltik nuk arrin të furnizojë jugun. Paketa e rjeteve synon ta zgjidhë këtë, në korridore energjetike ndërkufitare që lidhin rjetet kombëtare për shpejtim të procedurave të lejeve deri në maksimum 2 vjet dhe një skenar të vetëm energjetik në nivel të Bashkimit Evropian për të koordinuar planifikimin në të gjitha 27 vendet e Bashkimit Evropian.